Dy aksidente të rënda gjatë natës humbin jetën dy vajza një mitur në gjendje të rëndë. Dy aksidente të rënda kanë ndodhur gjatë natës në barit Italis, ku si pasojë humbën jetën dy persona dhe u plagosën 3 të tjerë. Aksidenti i parë ndodhi rreth orës 02 në rrugicën provinciale 111, ku një vajzë 26 vjeçare humbi jetën në vendngjarje, ndërsa 3 persona të tjerë u plagosën përfshirë fëmijën 7 vjeçar. Makina ku udhëtonin u përplas me një pemë për arsye ndet paqarta. Përplasja ka qenë kaq e fortë sa motori i automjetit u shkëput dhe përfundoi 10 metra larg vendit të aksidentit. Fëmia 7 vjeçar u dërgua në poliklinikën e Barit, një tjetri plagosur në spitalin Di Venere në Bari, ndërsa i treti në spitalin e Monopolit. Aksidenti i dytë ndodhi në rrugicën provinciale 67 mes qyteteve Bitrito dhe Biteto, ku një vajzë 20 vjeçare humbi jetën pasi makina që po drejtonte doli nga rruga.